Reagimi I papritur I Shyrete Behluli pas videos së fundit po bën xhiron e rrjetit. Një moment I bukur I Shyretes Behlulit nga postimi I saj I fundit për 8 marsin po bën xhiron e rrjetit. Ndjekësit mbeten të befasuar nga emocioni I sinqert që ajo transmetoi duke uruar të gjitha gratë për forcën, bukurinë dhe dashurinë e tyre. Në postimin e saj, Shyreta shkruan: Në këtë ditë të veçantë, festojmë forcën, bukurinë dhe dashurinë e çdo gruaje. Gëzuar 8 marsi, dita që na kujton sa të rëndësishme janë gratë në jetën tonë. Ky moment I bukur tregon një Shyrete të lumtur dhe të sinqertë, duke bërë që ndjekësit të ndihen më pranë saj. Mesazhi I saj I ngrohtë ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave, duke bërë që postimi të shpërndahet gjerësisht. Reagimet e publikut. Ndjekësit reaguan me komente pozitive, duke e bërë postimin viral. Sa e bukur dhe e sinqertë. Shyreta gjithmonë na bën të ndjejmë emocione. Ky mesazh për 8 marsin është kaq I veçantë, më bëri të buzëqesh. Shikoni postimin, bëni like dhe abonohuni në kanalin ton për më shumë përmbajtje emocionuese nga Shyreta Behluli.